Presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi ka reaguar kundër koncertit që do të mbahet në 21 qershor në stadiumin Loro Buriçi nga mjeshtri i madh Bujar Xhamili. Gjithashtu, nëpërmjet një komunikate për shtyp të klubit Vllaznia, bëhet e ditur se është bërë një kallëzim penal ndaj drejtuesve të Zyrës së Kulturës në Bashkinë Shkodër. Ne kemi marrë vesh sot, sepse nuk kemi asnjë informacion nga Bashkia Shkodër që do bëhen koncerte. Dhe unë kam pasur një bisedë informale me zotin Aron Miloti, drejtorin e sportit të bashkisë. Dhe më ka thonë stadiumi do bëhen koncerte, BMC, jo vetëm një koncert, sepse me sa morë informacion sot do jetë Bujar Xhamili, cili është emri i ndëruar, është në Shkodrës për gjitha gjanat, por duke pas parasysh këtë situatë dhe duke pas parasysh që bashkia do të rrojë destinacionin e stadiumit, do ta bëjnë për të bërë evente kulturore. Unë desha të them si ne rrezikojmë ndeshjet e Kupës së Evropës, edhe rrezikojmë ndeshjet e kampionatit për të luajtur në Shkodër. Të bëhet fjalë mas Vllaznia është më vjetër se Bashkia Shkodër, praktikisht është emblema e këtij qytetit. Dhe ndoshta për herë të parë do të detyrohen të luajnë ndeshjet tona diku tjetër në Tiranë apo një qytet tjetër. Ne bile kishim planifikuar ndeshje me Deqiçin me datën 21, por tash me çfarë mora informacion dëshuaj me luajsim atje diçka do të bëhet. Unë jam i surprizum, pasi sa më atje nuk kam as informacion. Ndërkohë, drejtori i sportit në Bashkinë Shkodër, Aron Miloti, përgënjeshtroi pretendimet e ngritura nga presidenti i klubit të futbollit Vllaznia, Alban Xhaferi, duke sqaruar se data e koncertit është caktuar në një periudhë kur nuk është planifikuar asnjë ndeshje futbolli. Kemi 10 ditë që kemi marrë informacionin që aktiviteti dhe recitali i Bujar Xhamilit do bëhet në Shkodër dhe me kërkesën të vetë Bujar Xhamilit do të zhvillonte tek stadiumi Loro Buriçi. Me të marrë njoftimin, ne kemi lajmëruar përgjegjësin e stadiumit, e kemi vënë ndjeni për këtë aktivitet dhe sipas bisedës me përgjegjësin e stadiumit, u njoftua që nuk kishte asnjë aktivitet sportiv të klubit sportiv Vllaznia. Pastaj me një telefonat që zhvilluam me presidentin e Vllaznisë, ngriti pyetjet pse do bëhet ky aktivitet dhe ne thamë që garantojmë që fusha sportive, fusha e barit tek stadiumi Loro Buriçi nuk do preket. Kjo ishte edhe pika kryesore për ne që t'ia japim këtë recital dhe Bujar Xhamili në stadium, sepse është ajo pjesë e Shkodrës edhe Vllaznisë, është një tifoz i zjarrt i Vllaznisë. Mjeshtri i madh Bujar Xhamili tha se për këtë koncert të tij janë njoftuar të gjitha instancat përkatëse, përfshirë edhe Federatën Shqiptare të Futbollit dhe shprehu një falënderim të veçantë për Zyrën e Kulturës në Bashkinë Shkodër dhe për kryetarin Benet Beci. Në ambientet brenda stadiumit konstatohet edhe baneri i koncertit i dëmtuar dhe i hedhur në tokë. Një njeri kur të respekton duhet ta respektosh. Çfarë drejtimi? Unë duhet ta filloj kështu intervistën time, apo duhet falenderoj në mënyrë të veçantë për përkushtimin e madh dhe iniciativën. Duhet falenderoj Saren, që kam këtu në Kara, Pandilaçën, gjithashtu edhe Aronin, të cilët u treguan shumë të gatshëm për çdo gjë. Por një përshëndetje, urima, nuk di se si mund ta quaj, tepër i veçantë. Shkon vetëm për iniciativën madhe që mori kryetari i bashkisë, zoti Benet Beci, për të organizuar këtë mega koncert. Nuk është koncert thjesht, është mega koncert, një koncert me përmasa shumë të mëdha, qoftë në anën artistike. Gjithashtu, edhe nga ata mira njerëz që e kanë marrë vesh, sepse këtu gjithçka është bë me plan. Këtu gjithçka bëhen në drejtimin e kryetarit të bashkisë, i cili përveç se ka lajmëruar që këtu të jetë koncerti tash një muaj e gjysmë përpara, është lajmëruar dhe Federata Shqiptare e Futbollit, janë lajmëruar gjithë instancat që këtu do të ketë koncert recital. Ndërkohë, drejtoresha e kulturës në Bashkinë Shkodër, Sara Smaja, tha se për këtë koncert janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Unë di të them që për këtë koncert janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Bashkia Shkodër mendoj që e ka treguar tashmë që di të organizojë evente, i bën ato shumë mirë, edhe mund ta them me plot gojën që koncerti
i Bujarit do jetë suksesi i radhës. Edhe pas gjithë këtyre përplasjeve, burime zyrtare bëjnë me dije se koncerti recitali Bujar Çamilit do të mbahet, ashtu siç është parashikuar me 21 qershor në stadiumin Loro Boriçi.